Veprim normal për Braçën dhe për partinë e Braçës, veprim krejtësisht normal. Dëgjoj, ju nuk i ndiqni në terren, po e disiton këta patronazisht e tyre, na lumt, jemi të zotët, kështu do bëjmë, edhe s'keni ç'na bëni. Me këtë logjik lëvizi dhe veprojnë, që ta dini. Me logjikën që jemi të fortë, jemi ne dhe do bëjmë nëse duam neve. Atë që kanë bërë të rjetën. Po si mund të vazhdohet në këtë mënyrë teksa zgjedhjet vendosen në rrezik nëse i referohemi situatave të tilla, ajsa dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato deklaroi se ka pasur informacione për pjesën e përdorimit të elementeve kriminal në zgjedhje. Pa zotin, këta të Bashkimit Evropian po deshe mos mi përmend më, se këta janë më të poshtër nga këta që po bëjnë këto pislëqe në zgjedhje shqiptare. Madje mund të them që janë ata frymëzuesit dhe nxitësit e kësaj situate. Kush është ai që vetë edhe na tregon neve se si duhen bërë zgjedhjet? Pse nuk denoncojnë ambasadorët e Bashkimit Evropian, pse nuk denoncojnë vjedhjen e pronës, grabitjen e pronës së shqiptarëve që janë kthyer shqiptarët në emigrant në vendin e tyre, në adhëun e tyre. Pse nuk denoncojnë faktin që shqiptarët janë emigrant në Shqipëri, nuk janë pronarë, s'kan pronar, u abodhen këta erion braçet me shok dhe gjithë kjo klasë politike pa përjashtim kanë vjedhur pronat e shqiptarëve. Dhe ata evropianët, komunistët e Evropës, se janë gjithë tjetër veç se komunistët dhe shërbëtorë të Moskës, ata janë shërbëtorë të Moskës zotëri, të gjithë ata që vinë nga Bashkimi Evropian. Kështu që unë nuk dua të dëgjoj fare për ta. Është ajo Evropë që e coptoi Shqipërinë në 1913 dhe na katandisi këtu ku jemi sot. Është ajo Evropë që nxiti rrjedhjen dhe hemoragjinë e popullit shqiptar drejt perëndimit dhe u katandis Shqipëria nga 3 milion në 900.000 banor. Aq janë zotëri, as 900.000 nuk janë Shqipëri. Si kundër ka shkuar deri më sot. E njëjta gjë. Më kujtohet kam qenë këtu në zgjedhjet e 26 majit 1996. Dhe do më thënë veprime më fashiste nuk më kanë zënë sytë ndonjëherë. Dhe unë e dija që ato zgjedhje do dështoni, se ashtë siç edhe ndodhi. Problemi është që këta janë të dy një lloj, nga ato që me Medvin janë e njëjta gjë, janë e njëjti brum. Kanë të njëjtët të sallar, kanë të njëjtët shefa në Moskë edhe në Beograd. Dhe këta hahen jo për popullin, ta fiksojnë mirë dëgjuesit tuaj dhe teleshikuesit tuaj. Zotëri, qytetar, vëllezër dhe motra shqiptarë. Kjo klasë politike dhe këta deputet dhe këta patronazistë që hahen kështu si qënë të zyrave, nuk zihen për të zgjidhur problemet tuaja dhe të mia dhe tonat. Këta grindin dhe rrihen dhe vriten me njëri tjetrin, kush të marrë copën më të madhe. Këtu është burimi i kontradiktave të tyre. Kush të vjedhe, kush të hajmë shumë. Kush do fitoj në këtë përplasje mes forcave kryesore politike të paktën që po shihet deri tani, sepse partitë e vogla pothuajse s'llogariten fare? Nuk shoh fitues. Shoh që zgjedhjet do anullohen ose do përsëriten. Si mendoni, çfarë do duhet bëj SPAK në një situatë të tillë ku ka ngritur dhe një task force për hetimin e krimeve zgjedhore, ndërkohë gjatë ditës sotme është marrë vetëm me qytetarë të caktuar që kanë fotografuar votën? Zotëri, unë fuqinë e SPAK-ut e pas që nga gjyqtarja që gjykon Sali Berishën. Shtyj sot, shtyj nesër, shtyj pas nesër. Dhe me këtë besoj se e kam thënë të tëra. Për ata që kanë veç dhe më në kokë. Po si është e mundur, sepse ju keni pasur besim shumë të madh te SPAK-u? Tradhtia ose ndryshimet janë të përjetshme në historinë njerëzore, nuk është rasti i parë që po zgënjehemi. Nuk është rasti i parë, as i fundit nuk është. Që pengon SPAK-u, zotëri, të zbatoj ligjin, ne nuk kërkojmë nga SPAK-u të bëj ligj. Ne kërkojmë të zbatoj ligjin që ka, pse nuk e zbaton? Ka që thjeshtës. Kush e komandon? Se unë di që e krijuan amerikanët dhe paguajnë amerikanët, qoftë Byron Kombëtare të Hetimit, qoftë SPAK-un. Atëherë ata që i kanë krijuar dhe i paguajnë këto dy struktura, ku janë? Kaq. Po çfarë ka ndikuar tek SPAK-u që ka ndryshuar këtë rrjedhë të hetimeve apo qasjen kundrejt elementëve të korruptuar?
Atë nuk e di. Kanalet e nëndeshme, rrymat e nëndeshme dhe marrëdhëniet sekrete që punojnë jashtë syrit dhe veshit të qytetarit, ato nuk kam që t'i di. Unë di dhe gjykoj vetëm atë që shikoj dhe që perceptojmë të gjithë bashkë ditë për ditë. Që Spaku nuk po punon, nuk po bën atë që duhet të bëj. Tallet një gjyqtare është 5 herë që shtyn gjyqin e Sali Berishës. Pse? Kjo do të thotë që Sali Berisha ka krah të fortë. Kjo do të thotë që gjyqtarja nuk është e pavarur në punën e saj. Kjo do të thotë që gjyqtarja nuk mund të zbatojë ligjin. Kjo do të thotë që gjyqtarja dhe gjithë trupi e saj duhet të japin dorëheqjen në ajo punë. Po mos ndoshta Spaku e ka lënë pas zgjedhjeve goditjen e elementëve të korruptuar ose të figurave të larta pas atyre që goditi para 11 majit? Edhe kështu mund të ndodhë, nuk e di. Nuk e di programin e tyre, nuk e di planin e tyre, nuk e di politikën e tyre. Mendoj që edhe kështu mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë. Që me njëherë nga nesër të fillojnë arrestimet, të qatë thënë që do arrestohet zëvës kryeministra Belinda Balluku e të tjere dhe Edi Rama dhe Sali Berisha, tani nesër e tutje presim të shohim ç'do ndodhë. Unë pres akoma, nuk e kam humbur shpresën që këto të bëhen. Megjithatë, nuk jam unë vendimarrësit janë jashtë meje. Si mendoni, nisur nga analiza që ju mund të bëni apo krahasuar me zgjedhjet e kaluara apo ajo çfarë keni parë këtë fushat elektorale, a do të mundet Edi Rama të fitojë mandatin e 4 apo Sali Berisha mund të bëj një surprizë në këtë rast? Asnjë rast tjetër nuk do ndodhë për 2 arsye. E para, Edi Rama nuk mund të plotësojë në vendet që i duhen për të marrë pushtetin prapë dhe për të marrë mandatin e 4. Sepse kjo do ishte pastaj një dënim, një pushkatim politik për shqiptarët e për Shqipërinë. E dyta, Sali Berisha prapë është person non grata, nuk mund të marrë pushtet, nuk mund të bëhet kryeminist në Shqipëri. Pra, Sali Berisha si duhej nëse do ishte me të vërtet për interesin e kombit dhe të shtetit dhe të popullit shqiptar. Nëse do punonte vërtet për interesat e popullit, Sali Berisha që para 10 vjetësh, 12 vjetësh duhet jepti dorëheqjen e parë popullshme dhe të mos merrej fare me politikë si janë të pensionit. Po Sali Berisha nuk hiqe sepse ata që e kanë vënë e urdhëronin tonë atje, rri atje do bësh ato që themi neve, si 100%, s'ken Alvis. Dhe ai është i detyruar tani ta hedhë vallën sipas orkestrës që i vjen nga Beogradi dhe nga Atina. Si mendoni çfarë qasje do të ketë Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj këtyre zgjedhjeve, të cilat vetëm në ditën e procesit të votimit duhet thënë që janë shoqëruar me tensione shumë të forta, gjë që nuk i kemi parë në zgjedhjet e kaluara? Jo, i kemi parë dhe në zgjedhjet e kaluara. Jo, një llojan. Jam më i vjetër nga ti unë dhe i kam parë shumë herë. Po, sidomos ka parasysh. Të paktën zgjedhjet e vitit 2021.